Në rrugët e Durrësit para ditën e sotme mungonin monopatinat. Burime nga policia rrugore vendore konfirmuan për Durrës Lajm se mëngjesin e kësaj të hëne nuk kishin konstatuar qarkullimin asnjë skuteri elektrik në rrugë. Me sa duket, vendimi i komunikuar një ditë më parë ka dhënë efekt. Një lajm i mirë ky për drejtuesit e mjeteve, për të cilët skuterat elektrik ishin kthyer në një makt të vërtet, sepse në çdo moment rrezikonin të ktheheshin në burim aksidenti. Një ditë më parë, Ministra e Brendshme Albana Koçiu, së bashku me drejtorin e Policisë së Shtetit Ilir Proda, njoftoi se nga kjo e hënë do të ndalojë përkohësisht qarkullimi me monopatina elektrike në rrugë. Vendimi i Ministrisë së Brendshme erdhi pas 991 rasteve të raportuara nga urgjencat lidhur me aksidentet rrugore, ku kanë mbetur të përfshirë drejtuesit e skuterave elektrik. Ministra deklaroi se ndalimi i qarkullimit të monopatinave do të vijojë derisa të hartohet një rregullore strikte e bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, ministra paralajmëroi dhe subjektet private që i japin ato me qira. Të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Javë më parë në Durrës u mor një tjetër mas për ndalimin e qarkullimit me monopatina në shëtitoret dhe sheshet e qytetit bregdetar, ku skuterat ishin kthyer në shqetësim serioz për sigurinë e kalimtarëve.